رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala, të vetmit të pashoq. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë pejgamberëve më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala i cili na mundsoi që edhe këtë vit me e prit këtë muaj, me e prit muajin e Ramazanit. Është kënaqësi për besimtarin dhe kënaqëri kur Allahu subhanahu wa taala ja mundson atij me arrit këtë muaj, ku i sheh familjar musliman të mbledhur në një vend, ku i bashkon ata namazit të ravive, ku i bashkon ata ngrënia e iftarëve dhe istifyreve të ndryshëm. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju të cilët keni besuar. Do thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet i drejtohet besimtarëve. Në specifik i drejtohet besimtarëve. Thot kutiba alaykumus siyam, ju ka bo juve obligim muaj i agjerimit. Ju ka bo juve obligim agjerimi. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Sikur se ju është bo obligim edhe atyre që ishin para juve. Do thot edhe popull që ishin ma edhe popull që kanë jetuar para neve e kanë pasur obligim agjerimin në mënyra të ndryshme sipas shënjave tyre. Me çfarë arsye Allahu subhanahu wa taala ka bërë obligim agjerimin për neve edhe për popull që ju kanë para neve. Për të vetëm arsye të cilën e përmend ai vet Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. La'allakum tattaqun. Që ju ta shtoni devotshmërinë. Që ju ta shtoni nënshtrimin dhe përgjegjësinë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, Ramazani nuk është thjesht një muaj i agjerimit, por se Ramazani është një mundësi për gjithë ne. Të gjithë ne para se të hyjmë në Ramazan, duhet të pa Ramazani sikur një derë që hyjmë të gjithë në ta edhe garojmë. E në fund garës secili prej neve është fitues. Sepse për të garanton Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se sa i cili mundohet në muajin e Ramazanit me agjerim, edhe duke i shtuar veprat e mira, adhurimet e shumta, në fund të kësajna ka me shpëtuar shpërblimin e Allah subhanahu wa taala. Ne e dim se esenca e çdo gare është ai i cili deri i pari fiton. Por se në Ramazan, në garën e Ramazanit është se secili që jep mundin e vet, edhe ai fiton. Fiton prej Allah subhanahu wa taala. Sepse Allahu e ka krijuar një xhenet e që një derë për tina ka mërtu me emrin Ar-Rayyan, që për asaj dere kanë mërit të gjithë ata të cilët kanë agjeruar. Pse Ramazani ka kaq vlerë të madhe? Pse na duhet shumë para Ramazanit me folën për përgatitjen dhe si ta pritim muajin e Ramazanit? Edhe me fillu më përgatit nga familjet e tona, po ashtu edhe me i këshillu gjithë muslimanët që mu përgatit se po vjen një muaj i agjerimit. Pse ka kaq vlerën e madhe? Tha Allah subhanahu wa taala: Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është ai muaj në cilin ka zbritur Kur'ani. Që Kur'an që na jemi duke lexuar namazin e Taravihit. Që Kur'an të cilin na bojna ibadet, edhe falmi namaz, edhe bojna adhurim, po këtë Kur'an Allahu e ka zbrit do çet muaj. Për shkak të e ka dhe vlerën që ka shmallë. Përveç kësajna, Allahu subhanahu wa taala me qenë ajet neve na bën me dije se
Mbasi këtë mujë ka zbrit Kurani, mujë në Ramazanit, na duhet edhe më përqendru me atë Kuran, edhe me jetu me atë Kuran, edhe me bisedu me atë Kuran, edhe me jetu, edhe me këshillu të gjithë njerë të pari vetëm tonë, pastaj familjet e tona që jetojnë me fjalën e Allah subhanahu wa taala. Ajo që s'ka që duhur në mujën e Ramazanit, edhe në mujën e Kuranit, që kanë quajtur të djetarët, përveç që është quajtur shehrul siyami wal qiyam, muaji i agjerimit edhe muaji i namazit, është quajtur edhe shehrul Kur'an, muaji i Kuranit. Besimtari duhet që ta merr Kur'anin edhe ta lexon fjalën e tij, ta lexon ato se çka komenton. Por edhe kësaj ajo që është më e duhur është edhe me madh, edhe me meditu rreth ajeteve të Kuranit. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se me meditu rreth një ajeti të Kuranit është më e vlefshme për mua se sa me i fal 100 rekate namaz nafile në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim tjetër ka ardhur se ka thonë është më e vlefshme për mua se sa me i fal 1000 rekate në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vlera e meditimit të fjalës Allah subhanahu wa taala. E vlera e më e madhe është kur ti mediton ditën kur je duke agjëruar. Në atë muaj që ka zbritur ky Kur'an. Edhe do të ditë vëllezër se na jena duke jetuar në dunja. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë dunja, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah." Dunjaja është e mallkuar. Edhe e mallkuar është çdo sen që është në ta, përveç përmendjes Allah subhanahu wa taala. Përveç fjalës Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse ti vazhdon Kurani është dritë, nëse dunjaja është arsye për ty, por ti vazhdon me lexu, edhe me jetu me këtë Kur'an, ai Kur'an ka me ta ndryshu dunjaja edhe ahiretin tonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muajin e agjerimit, për muajin e Ramazanit, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron Ramazanin, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim në Allah subhanahu wa taala, edhe me shpresë në shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, ati kanë me ju falë të gjitha mëkatet që i kalon përpara. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se agjerimi nuk është vetëm në mënyrën fizike, që ti me mbet pa humbur dhe pa pirë, por se agjerimi është edhe në mënyrën shpirtërore, edhe shpirtërisht. Agjerimi i shpirtit është kur ti e rikthen zemrën tënde ka Allah subhanahu wa taala. Edhe drejtohesh me zemrën tënde dhe me këtë qenien tënde njerëzore ka Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam porositi gjithë neve që në Ramazan të hyjna me sinqeritetin më të plot. Në Ramazan të hyjna me zemrën më të pastër. Sepse Ramazani ka shumë dobi të mëdha për besimtarët. E përmend Ibn Taymiya, Allahu e mëshiroft se e vlerës agjerimit ai ka dhënë më shumë rëndësi, i ka dhënë ruajtjes së gjumës. As-sawmu junnatun liman hafiza lisanehu, ka thënë Ibn Taymiya. Agjerimi e ruan, agjerimi është mburojë, agjerimi është mburojë për atë i cili e ruan gjuhën e tij. Shumë për neve, në para Ramazanit, para se të hyjmë Ramazanit, në mësue me limon gjuhës tonë, në shtatë kapinam. Me folë edhe për musliman, me folë edhe për ata të cilëve hyjnë hake pa haqë thonë, edhe e kena busi një shprehi që i vafin e parë dytin, në shtabulli në këtë. Ibn Taymiya thotë se agjerimi është nguloj për ata që e runë gjuhën e vetë, për ata që e runë gojën e vetë. Ramazan është mundësia më e mirë që ti me rujë gjuhën tonë. Nuk është vetëm abstenimi prej ushqimit edhe pijës agjerim. Por sa agjerim në vërtet është edhe kur ti largohesh prej veprave tjera të këqija. Prej tyre më e rënda që është bërja gibet dhe bërja hashëtheme edhe lëvizja e gjuhës në gjatën të majtë. Allah në rrën të kësaj. Thot Ibn Qayyimi, inna lis-sawmi fawaid adhime. Pa dyshim se në agjerim ka dobi shumë të mëdha. Fi tathhirin qalbi wa ruh, në pastrimin e zemrës edhe shpirtit. Dobia më e madhe e agjerimit që e përmend Ibn Qayyimi është që robi me të e pastron edhe zemrën e tij edhe shpirtin e tij. Wa tanmiyat at-taqwa, edhe e shton me të devotshmërinë tek Allahu subhanahu wa taala. Ajo që është e rëndësishme për neve është të afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Si afrohet robi te Allahu subhanahu wa taala? Afrohet duke adhuruar atë në zemrën e pastër. Duke adhuruar atë
me sinceritet plot. E këto ta mundson vetëm muaj Ramazan. Një mundësi ka shkollë ta jetë vetëm agjërim. Ditën kur ti je duke agjëruar. E ka përmend dietarë që vëlla pejgamberi alayhis salam se edhe era e duhet të agjëruesit është më e mirë te Allah subhanahu wa taala se sa era e nisur. Si me hinë Ramazan me sinceritet edhe me një përgatitje shpirtërore. Ramazani vetëm se fillon për njësë. Qysh me hinë që Ramazan me përgatitje shpirtërore. Me një sinceritet ka shplur. E para është me pastru vetëm për çdo mendimit keq. E para është me pastru vetëm tonë për çdo mendimit keq. Kur e pyetën Abdullah ibn Mesudin se si e pritni ju Ramazanin, tha, nuk ndodh të dikush prej neve me prit Ramazanin edhe në zemrën e tina me pas mendim të keq për dikon prej muslimanëve. Kjo është përgatitja më e mirë. Kur ti e pastron veten tonë, edhe zemrën tonë, mendjen tonë për çdo mendim të keq. Edhe përgatitesh me hinë Ramazan me sinqeritet edhe me zemrën e plot. Tjetra është me vazhdu edhe me u ka për librin e Allah subhanahu wa taala, për fjalën e Allah subhanahu wa taala. Me bëni program të dhe familja jote që gjatë ditës me lexu një pjesë prej Kuranit. Me nis një hap në qoftë ajo, së bashku me familjen tonë me lexu në rrethin tonë Kuranin edhe me bëu deri fund Ramazanit një hap të Kuranit. Kjo është ajo më e rëndësishme kur ti si prind i mëson fëmijët e tu më kanë për fjalën e Allah subhanahu wa taala. Kjo është më e mirë. Do thotë e dyta çka recitimi i Kuranit dhe kopja për fjalën e Allah subhanahu wa taala. E treta se si me hymë në Ramazan me një përkushtim të plot edhe me një zemër të pastër dhe sinqert është kur ti përkushtohesh adhurimit plotësisht. Vjen muaj Ramazani, të gjitha ato vepra që ke bërë Ramazanit, gjithë ato që e ke kaluar ndoshta tunetën lloj restorani, gjithë ato që e ke kaluar tunetën në rrjetet sociale, në telefon dorë. Që të muaj e keni mundësi këtë ndryshe. Që të muaj e keni mundësi që me fillu dhe më marë pak ma shumë marën me fejnë Allah subhanahu wa taala. Edhe me ju përkushtue namazet, agjërimin, leximit Kuranit, edhe gjitha veprave të mira plotësisht. Me i lënë disa sene anash, edhe me vazhdu, me u marë me disa gjëra tjera. Me vazhdu edhe me fillu me bu një adet tonë, një tradit tonë, që çdo ditë Ramazanit me adhonë me një shumë vogël prej sadakarët. Nuk është e thome që ti me adhonë shumë të madhe, e me thonë po unë nuk kam. Se çdo njëri për neve të qoftë edhe një këshill me adhonë një kujnë, edhe një buzëqeshje me adhonë një kujnë është sadakarët. Ka thonë pejgamberi thonë të besë se nuk e fi vajgjë i akritë është sadakarët. Buzëqeshja jote në fytyrën e Allahut tonë është sadakarët. Ti këtë mujna me vërgjita. Por është falja me përkushtuar namaz. Me u mundu mos me lënë asnjë namaz farz pa e folë me xhamat. Me u mundu që namaz me talavih mos me t'ik asnjëherë. Por është falja me mundu me folë namaz. Por është falja me vazhdu edhe me folë edhe namazin me duhas, që është pas një zgjedhje mes sabat edhe drekës. Me vazhdu dhe me adhuru Allah subhanahu wa taala në mënyra të ndryshme. Sepse ky është muaj i devotshmërisë edhe muaj i afrimit te Allah subhanahu wa taala. Tjetër që na ndihmon në pastrimin e zemrës tonë, edhe me hyrjen në Ramazan sinqerisht, është me vazhdu edhe me ndrejsh sjelljen tonë dhe sillesin tonë. Kjo është më e rëndësishme që duhet të adhurojmë. Që duhet të këshillojmë na gjithë dërzën tonë, mos pari edhe vetë. Me vazhdu robi edhe me ndrejsh sjelljen e vet, edukatën e vet. Se është muaj Ramazanit. Ja tash e kemi mundësi një asnjëherë. Çdo ditë e kemi nga një mundësi të re. Çdo ditë e kemi nga një mundësi të re. Shfrytëzoj çdo mundësi. Çdo janë për ty, çdo janë për ne. Sepse ka thënë Allahu agjërim është për mua, unë shpërblej për të. Allahu ka garantuar për çka. Me bu robi, me bu besimtari një edukat që veç ecja e tij për të ecën për rrugë, me ditë njerëz që ky është besimtar që i adhuron Allah subhanahu wa taala. Veç kur të ecë për rrugë, veç kur të i thosh dhe këna me thonë që ky po ka musliman i mirë, që ky për pastaj ka sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse mos me bëti që të cilë? Por të shohim në rrjetet sociale më shumë, po edhe në jetën e përditshme musliman që i thëndojnë tjerë, musliman që nuk sillen mirë me tjerë.
Allahu më thanë, Allahu na fol gjithë neve. Pastaj hyrë në Ramazan, duhet shihet edhe si një thirrje. Muaj Ramazan duhet të shihet edhe si për një thirrje, por me shumë devotshmëri. Ma i mirë për ju kur është ai i cili ju thon tjerë, edhe i thirr ata për me shumë devotshmëri dhe muafut Allah subhanahu wa taala. Tha Imam Nevavi, Allahu mëshiroft, agjërimi është një nga adhurimet më të mëdha, që e lidh robin me Allah. Nuk ka dobri nga uria dhe etja nëse gjuha jote është lidhur dhe fol fjalë të ndaluara. Andaj të hyna në Ramazan me një përkushtim të plot. Hyna në Ramazan duke i nështruar Allah subhanahu wa taala plotësisht. Hyni në Ramazan me një zemër të pastër edhe me sinqeritet plot. Elusim Allah subhanahu wa taala të gjithë neve me na mundësu me arritë edhe shumë Ramazana të jenë. Elusim Allah subhanahu wa taala që me na mundësu me adhuru Allah subhanahu wa taala ashtu siç është ai i kënaqur me neve. Elusim Allah subhanahu wa taala me na pranon agjërimin tonë, namazin tonë dhe gjitha veprat e mira. Elusim Allah subhanahu wa taala që bëja agjërim ky namaz në kohë shpak për hyrjen tonë në xhenet, atë kur do të jemi me pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e mëqyetë, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.